Du shtëpi original në përroncët për flej. Ky është zoti Nikol. Çdo ditë e gjeni në hyrje të terminalit Veriuk tek thesa e Kamzës në Tiranë. Ai vjen nga Kavaja në Tiranë për të kërkuar lëmosh, pasi Bashkia e Kavajës me kryebashkiak demokratin Fisnik Qosja e ka lënë në mëshirë të fatit, duke mos i dhënë asnjë banesë sociale. Zoti Nikol, ju dilni çdo ditë këtu tek terminali i Tiranës. Po. Cila është arsyeja? Ato ke sporti vjetër, rri, Në cilin vend jetoni ju? në Kavaj, Dhe nga Kavaja vini në Tiranë? po, ke sporti vjetër. Nuk do më nejtë më do jeltët, që në vjetën, i valitet, më gruja, më. Pra jeti dhe bashortja që jeni invalid dhe nuk keni mundësi të punoni. Jo. Te bashkiet e Kavajës keni kërkuar ndihmë për Po, pension po. ose Kam ndihmë ekonomike? Gjithë. I kam bërë dokumentet për shtëpi, ose jem aty ka pas shtëpi të telke, këj jem ku maj pallat, nuk të gënë një me pallat, ku të majtë o 2 fëmijët. Ke dhe 2 fëmijë. E, Sa vjeç që ke fëmijë? tjetër është i mollë, tjetër e që kom kemi një rëndë. Atë tjetër në ma ke kishe që në kodët, nuk du me lukën atje. Du t'i ma shpit, ato fëmijët. Du shpi original. Një këne në përroncët për flej. Jam që jep nga pëqini, më mua në korrocët, me gjithë qonë, nuk di se ku kanë qu. Po, ti flen këtu në Tiranë? E këte për Në rrugë? rrugëve. Cila është thirrja jote për Bashkinë Kavaj që nuk e ka vënë në ujë në zjarr dhe nuk ju ka ndihmuar, por jo vetëm, edhe për shqiptarët të cilët kanë një zemër të madhe që t'ju ndihmojnë? Du që të ndihmojnë. Për kështu. Për dim, gjojnë. Me çfarë të ndihmojnë shqiptarët? Për që të linë në zemë. Ti kërkon një shtëpi. Po. I harruar nga bashkia, i lënë në mëshirë të fatit, Nikoli kërkon nga të gjithë shqiptarët që të vënë dorën në zemër dhe ta ndihmojnë që pleqërinë bashkë me bashkëshortën e tij ta kalojnë në një shtëpisë të vogël dhe të ngrohtë.